Pra, vazhdojmë ne me derset e përgjithshme, të cilat kanë të bëjnë me veprat e zemrës. Ose këtë zinxhir ka mundësi ta emërtojmë me titullin veprat e zemrës që ndihmojnë pastrimin e shpirtit. Na po flasim mbi këta tema duke mendu se nëse tek musliman gjenden këta tema me rënd që jemi duke i fol. Krijohet baza, platforma esenciale në jetën e muslimanit. Nëse i aprovon këta që i themi në jetën e vetë muslimon, nëse i zbaton në jetën e tij të përditshme, letjet i bindun se do të arrin gradat të larta të imanit. Kjo është temeli i imanit ti, temeli i islamit ti, temeli i jetës së tij si musliman. Andaj ulemat vazhdimisht i kanë dhënë rëndësi të madhe veprave të zemrës. Edhe nëse ndokush dëshiron të edukon popullin islam në islam si duhet, duhet të fillon prej temelit. E temeli i islamit janë këta vepra. Na mund të flasim mbi dert, mbi katin e dytë edhe mbi kulmin e islamit, mirë për në mungesë të kësaj baze të fortë. Ajo efekti asaj të i përkohshëm edhe momental. Mirë për nëse vendohet themeli i fortë e pastaj fillon ngritja e edukimit të muslimanëve mbi këtë bazë të fortë edhe fillon aplikimi dhe zbatimi i ibadeteve tjera, biiznillahi taala, është ndërtim i rregullt, edhe ajo godin nuk ka kush e luhat dhe nuk ka kush e rrezon. Për kësaj den çështja dhe rëndësia e temave për të cilat po flasim. Pra thonte është nata e enjte, nata e xhumat, dita e enjte, i 7 Rajab vitit 1421 sipas hijretit, i 5 tetor vitit 2000 sipas Krishtit. Do të flasim inshallahu taala në të vazhdimsinë e temave që flasim mbi ibadetet e zemrës, mbi sidqun. Ose e kemi titulluar dersin ton me një fragment të nxjerrur nga ajeti wa kunu ma sadiqin, edhe bëhuni prej të vërtetave. E inshallahu taala në vazhdim do të përmendim se çka është sidqu, dallimi i sidqut dhe ikhlasit, rëndësia e kësaj teme, ajetet dhe hadithet që flasin mbi këtë temë, si arrihet sidqu, shenjat e posedimit të sidqut, edhe dobit ose frytet që jep sidqu. Nëse dakordohemi të ndajmë dhe më thonë desin 2 pjesë, atëherë lirisht do të kemi mundësi me fol për secilën në titull të këtij dersi, të kësaj teme. Nëse e flasim për një, atë do të shumë shkurt mira. Sidoqoftë, vërtetësia, sidqu ka një pozitë të lartë në islam, bilen të gjitha fetë. Jo vetëm pse vërtetësia është një virtyt i vlefshëm, një cilësi e dobishme e lavdruar, por sepse është bazë e imanit, të pranuar të Allahu xhaleshan dhe është themel i shpëtimit nga dënimi i Allahut, me të dallohen besimtarët e vërtet nga gënjeshtarët dhe munafiqët. Sidqu është vijandarse, muslimani besimtari i vërtet më një anë, munafiku muslimani që gënjen në anën tjetër. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala në librin e tij Madarijus Salikin, në versionin e shkurtuar, flet mbi këtë epitet, mbi këtë cilësi dhe thot: sidqu, vërtetësia është pozita më e madhe e njerëzve që janë duke ecur drejt Allahu xhaleshanuhu. Për kësaj pozite, për sidqut, degëzohen pozitat dhe shkallë tjera të islamit dhe të imanit. Është rruga më e drejtë. Ai që nuk ecën këtë rrugë është i shkatruar. Me të dallohen pronarët e imanit nga pronarët e nifakut, banorët e xhennetit nga banorët e zjarrit. Sidqu, vërtetësia është shpatë e Allahut në tokë. Në qoftë se vendohen mbi ndonjë gjë, sigurisht se do ta pres. E nëse ballafaqohet me të kotën, sigurisht se do ta shkatron dhe do të ngallënjen. Unë detyrimisht duhet ta lexoj është citat i Ibn Qayyimit rahimahullahu taala, që nuk kam qejf ta parafrazoj, sepse secilën fjalë që e ka thonë ka peshën e vet, andaj citatet njeriu detyrohet ti citon fakisht ti lexon.
kush sulmon me vërtetësinë, kur nuk humb, dhe kush flet me të, fjala e tij ngritet mbi çdo fjalë. Sidku vërtetësia shpirti i veprave, provues i gjendjeve, nxitës të futesh në vështirësi dhe dera nga e cila kanë hyrë njerëzit e madhëria Allahu xhaleshanu. Sidku është themeli mbi të cilin ngritet feja dhe shtylla e bindjes. Grada e sidkut është grada më e lartë në botë. Është më njëherë pas gradës e pejgamberllokut. Prej vendbanimeve të tyre, dhe pejgamberëve në xhenet buron, rrjedhin burimet edhe lumejt prej vendbanimet të pejgamberëve drejt të vendbanimet e njerëzve të vërtetë, siddikinëve. Ashtu sikur se në dunja diturinë e pejgamberëve e mirnin të parët siddikinët. Të parët që e mirëshën dhe më thonë diturinë, ishin burat e vërtetë e siddikin. Kjo është një hymje e thjesht, ose disa fjalë për me të regu peshën e madhe që e ka sidku. Allahu xhaleshanu në Kur'an e përmend siddik, ose shkallën e siddikinëve. Më njerë pas pejgamberëve thotë: "Wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin." Ata që respektojnë Allahun dhe pejgamberin do të jenë për atyme që Allahu ka dhënë begati prej pejgamberëve dhe siddiqinëve. Do thotë grada e siddiqinëve që ka për një herë pas gradës e pejgamberëve. Andaj është më rëndësi ta mësojmë edhe inshallahu taala ta zbatojmë në jetën tonë. Se është grada më e lartë njerëzore që mund të arrijnë. Sepse grada më e lartë njerëzore është pejgamberlloku, mirë po pejgamberlloku nuk arrihet me mundin tonë, pak është dhurat, është zgjedhje për Allahu xhaleshanu. Mirë po sidki që ka grada më e lartë njerëzore që mund të arrihet me punën tonë, me veprat tona, me interesin tonë, me mundin tonë, me aktivitetin tonë. Me çka del në shesh rëndësia e kësaj temës? Rëndësia e kësaj teme në jetën e muslimanëve të sodit, e sidomos në jetën e punonjësive islamik, atyre që veprojnë për islam, është shumë e madhe. Kjo den shesh në për disa aspekte. Një, sidku, vërtetësia është baza e imanit dhe shtylla kryesore e tij. Pa të nuk pranohen veprat dhe ibadetet. Kurse me të fitohet shpërblimi ditën e Kiametit, Allahu xhaleshanu thotë: "Liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqin wa yu'adhib al-munafiqin." Ti shpërblen Allahu xhaleshanu siddiqin, të vërtetët, për shkak vërtetësisë së tyre dhe ti dënon munafiqët, ata që gënjejnë dhe rrejnë. Al-Ahzab ajeti 24. Ose ajeti tjetër: "Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidqum." Këtë ditë u bën dobi sidku, vërtetësia atyve që janë të vërtetë. Një vërejtje vogël se disa në për libra e përkthejnë fjalën sidq me sinqeritet. Mirë po, nuk është e drejtë kjo përkthim, sepse fjala sinqeritet e ka ekuivalentin në shqip, arabisht e ka ekuivalentin ikhlas. Ajo është sinqeritet. Sidku është me qenë i vërtet. Do të dëshojmë në ndihmë me përputh fjala jote me veprat e tuja. Ose ajo që e fleti me qenë e vërtet, mos me qenë gënjeshtër. Pakisht sidku është përballë gënjeshtrës. Sinqeriteti është përballë rjavës, ata përmend më vonë dallimin mes tyre. As nuk është drejtësi sidku, se drejtësia arabisht është al-adl. Andaj fjala ma përkat se shqipe për fjalën sidq është vërtetësi me qenë i vërtet. Edhe pse në gjuhën tonë shqipe pak përdoret domthon kjo fjalë, mirë po e kuptojmë se çka do të thonë i vërtet edhe vërtetësi. Ajeti 2 që lexuam është Maide 119. Ibn Taymi rahimahullahu taala thotë: "Vërtetësia sidku është bazë e të mirave dhe vepër përmbledhëse e tyre. Kurse gënjeshtra është bazë e të këqijave dhe organizuesi i tyre." Kjo del në shesh në këto pika. Vërtetësia dhe gënjeshtra e dallojnë besimtarin nga munafiku. Domethënë, besimtari është i vërtet, munafiku ka gënjeshtra me vete. Pastaj, vërtetësia është bazë e bamirësisë, kurse gënjeshtra është bazë e të këqijave, dhe se mbi të vërtetën zbresin melek, mbi të vërtetin zbresin melek, kurse mbi gënjeshtarin zbresin shejtanët. Allahu xhaleshanu thot: "Hal unabbiukum ala man tanazzala ash-shayatin." O ju njerëz, a doni t'ju tregoj mbi kënd zbresin shejtanët? Edhe me të vërtetë që kjo ajet ka nevojë njerëzit ta lexojnë pak më shumë dhe të shohin se sot problemi i madh. Shpesh njerëzit flasin, bisedojnë, mirë po flasin në emër të shejtanit ose nga ajo që i